Ura mesit po tërheq turistë të shumët. Këtë të diel vizitorë vendas dhe të huaj ishin të pranishëm pranë kësaj ure, e ndërtuar disa shekuj më parë dhe që mbart një trashëgimi të pasur historike dhe kulturore. Ura mesit mbetet një ndër atraksionet kryesore në Shkodër. Me nisjen e sezonit turistik, fluksi është shtuar, ku turistë vendas dhe të huaj po njihen nga afër me këtë monument kulture. Ne ishim në Tiranë dhe tani erdhëm në Shkodër. Jemi të kënaqur që po qëndrojmë këtu. Vizituam Kështjellën dhe mësuam rreth historisë së Shkodrës. Gjithashtu edhe njerëzit janë shumë të dashur dhe mikpritës me ne. Tani po shohim nga afër urën e mesit. Qenka e mrekullueshme, po na pëlqen shumë. Guida jon na sugjeroi të vinim këtu për të parë urën e mesit. Dëshironim të vinim me biçikletë, por sot qenka shumë vap dhe morëm makinën. Ura e mesit, qenka është shumë e bukur. Diçka e mirë, unë them se do të ishim ma diçka ma bukur, ma shumë. Do më thonë teshi, ashtu dhe vala vizitorëve, njerëzit kanë fillu në ardhë. Ka nevoj. Të tërhekin sa ma shumë. Qoftë turistë, po edhe vizitorë së në përsjetë. Më Shkodran, gryje, se kam pa urën e mesit, pa të më se përshkojnë e shojnë se unë kam ardhë dhe më lamin qina herë do, si Shkodran. Ashtë diçka e bukur. Thjesht, unë thamë se ashtë edhe kulturë, më distan se kush janë. Nuk është pak me kemë artë të njështu, ne në mësu me po vetëm fshatartë. Pra, është i mrekulli. Më në jashtë zhjeve më dhe për këtë zonë, se si dhe qoftë, 5 lekt do i hargjën dikush, në qoftë edhe unë, do pi kafe këtu. Nga Mitrovica. Hera parë që... Po, hera parë. Çfarë përshtypje? Po, Shqipëria në tanë si është begati, po Shkodra ka të vetën, e ka edhe kulturën, edhe këtë që ka me vizitu, do thotë është e rrethume me bjeshk, e ka ujin, e ka liçenin, i ka lumejt, bukurit vetëm Zoti si ka falë kështu. Keni dëgju ma përpara për urën e mesit? Po, kom dëgju, është urë shumë karakteristike, është e përmbame vetëm prej harqeve, nuk ka shtylla, nuk ka harqet mjaftojnë, e ka bukurinë e vetë, sigurisht është edhe vizitu me mjaftë nga tjetë. Ura mesit ndodhet vetëm 8 km nga qyteti Shkodrës, e ndërtuar në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushati. Ura me korris, si quhet ndryshe, ndodhet mbi Luminkir dhe shërbente në atë kohë për të lidhur Drishtin me Shkodrën. Me gjatësi 108 metër, kjo urë i është nështruar restaurimit pak kohë më parë, duke e kthyer sërish në një atraksion për turistët vendas dhe të huaj.